Hello! Ja ku jemi sërish bashkë një video tjetër që të jetë unboxing. Tani, si që dini, jam fiksuar të kohët e fundit me produktet koreane dhe realisht më kam pëlqyer shumë edhe më pëlqen shumë se si e mbajnë lëkurën. Janë produkte për fytyrën këtë herë, jo për flokët, por që janë super të mira. Thjesht vendosa të ndryshoj llojet e produkteve që kam përdorur. Herën e fundit ja u kam treguar se çfarë kam përdorur dhe këtë herë kam marrë disa produkte të tjera, por që gjithmonë produkte koreane. Nuk e di pse, po këto brandet që janë goxha të njohura, por që nuk kanë lidhje me produkte koreane, ku diun për shembull Aveni, Uriazhi edhe ca të tjera, nuk më pëlqejnë sepse shoh që kanë shumë silikon në përvarje. Thjesht nga fakti që vendosen lëkurën më ngelet si shtresë silikoni sipër. Dhe më bezis shumë ajo gjë, sepse në momentin që ka silikon, bllokojnë poret edhe pastaj ajo ndikon në krijimin e akneve edhe të rrotë pastaj që po bën skincare. Më mirë lër fytyrën të marrë ajër edhe e ke zgjedhur. Ndërsa këto produkte koreane nuk kanë këtë gjë, dhe prandaj unë i kam ndryshuar dhe kam filluar të përdor vetëm produkte koreane. Tani filloj me produktin e parë, kam marrë një Lares nga Anua. Është me Heart Clip dhe Succinate Acid. Unë si mbaj mend përshtimin e këtyre të dyave, se çfarë ishin, po që di që ishin për lëkurën time, dhe ishin për hidratim më tepër, sepse edhe unë këtë gjë kërkoj nga Larsi që të jetë hidratues. Do ta hap që t'ja u tregoj. Është kështu. Është format i madh. Dhe besoj që do zgjasë shumë, sepse mjafton thjesht një sasi e vogël, ta përhapim në dorë edhe bën atë shkumën e lehtë dhe kaq mjafton pastaj për të pastruar gjithë fytyrën. Tjetër produkt i radhës është kremi i syve nga Purito. Unë këtë kremin e kam përdorur dhe më përpara, nuk është hera e parë domethënë që përdor. Por ka qenë me një paketim ndryshe dhe paketim ndryshe. Edhe tubeti që ndodhet kremi ka qenë ndryshe. Dhe kur e kam marrë herën e parë, nuk më ka pëlqyer fare. Serioz, nuk më ka pëlqyer fare, po e rimarr. Nëse atëherë nuk e kisha shumë iden se çfarë duhet të bënte realisht kremi i syve. Ky është një krem që ndihmon për rrudhat e lehta përgjithsisht. Dhe unë prisja që në përdorimin e parë, ky krem të bënte magji dhe ratat e mi të zinj të syve që bëheshin nga pagjumësia e t'i bante të bardhë. Ky është kremi. Mirë, po kjo gjë nuk mund të ndodhi kurse si në asnjë botë të mundshme nuk mund të ndodhi. Kremi është thjesht mirëmbajtës për pjesën e poshtme të syve dhe që ndihmon që lëkura mos të krijojë shumë rruda. Kaq. Japi hidratim edhe kjo gjë mjafton. Unë kisha një perceptim të gabuar për këtë gjë. Dhe e kisha pa një krem. Tjetër. Mos harroni të bëni subscribe për të parë part 2. Bye!